Loti, faleminderit që pranove ftesën për intervistë. Këtë herë, për herë të parë ka vendosur të mos mbaj letër përpara se ju kam vënë veshin kritikave, mos recito, mos bëj, fol më lirshëm. Dhe po sillim sikur jemi dy shoqet ulura në kafe dhe po bëjnë muhabet. Nuk është një nga ato kafe të zakonshme që ti je mësuar të pish para spakut, për shkak se unë po të jem afër spakut nuk i përmbaj dot emocionet, jo nga frika, po nga dashamirësia që kam ndaj tyre. Dhe kemi zgjedhur një ambient pak më privat për të folur. Ne intervistat i nisim duke folur për fëmirin. Si ka qenë fëmirja jote? Lorita, faleminderit. Më vjen shumë mirë që ju keni ndërmarrë tashmë një nismë të re për të patur edhe një intervistë vazhdueshme, besoj, periodike, sepse të nxjerr nga ai misteri që të gjithë kush është kjo vajza pas kësaj faqes, që ka ca poezi interesante, që ka ca statuse pikant dhe uroj të ecim mbar. Faleminderit. Gjithë me fëmirin time. Unë kam lindur në një fshat të Dibrës, një fshat më i bukur në botë, them unë. Si ka për fshatin? Zallëreq, poshtë shtëpisë time ose kullës time prej Guri, kullës tonë prej Guri, Gjarpëron Drini i Zi. Nuk mësova kur not atje, sepse më mbanin si atë vajzën e privilegjuar të familjes. Kam jetuar në një shtëpi të madhe me xhaxhallarët, me kushërin, me kushërirat, por duke qenë vajza mistrece e familjes, sigurisht më kanë trajtuar në mënyrë fantastike dhe kam ndier veten gjithmonë të privilegjuar edhe shumë rehat. Dhe në të njëjtën formë dhe mënyrë vijojmë edhe sot, ku secili prej nesh është në punrat e veta, me familjet e veta, kur mblidhemi rikthehemi sërish mbrapsht në kohën e fëmirisë. Dhe nuk i harroj asnjëherë kur të gjithë fëmijët merrnin plasmase dhe rrshqisnin në borë, sepse binte shumë borë, ndërkohë vetmja që shkonte pa lagur në shkollë isha unë, sepse më merrin të gjithë një nga një në shtëpinë për të më çuar deri te shkolla, më merrin çantën, më mbanin kushërinjt ose kushërirat, kështu që jam ndier me shumë fat. Sa larg është fshati nga fshati Altin Dumanit? Shushte. Të jem e sinqert, nuk e di fiks vendlinjen e Zotit Dumani, por kam përshtypjen duke marrë në konsiderat që njoh të gjithë qarkun Dibër, rreth 1 orë 30 minuta, besoj, me këto rrugët e shkatruara që janë, se po të ishte me asfalt mbase do shkojë më shpejt. Çfarë lloj nxënëse ke qenë? Ke qenë nga ato nxënëset e mira që rrin gjithkohës mbi libra, po thjesht mendoj që kam qenë një nxënëse e mirë, e vëmendshme, sistematike. Ndonjëherë edhe ke parasysh rebele. Edhe kjo gjëja më ka ndjekur gjatë gjithë kohës, edhe më pas në gjimnaz, edhe në fakultetin e parë dhe në fakultetin e dytë, me ulje ngritjet e mia. Fakultet pastaj një herë azi edhe punoja, po që mendoj që kam qenë një fëmijë interesant. Për ne në jug, kur kishim në një poezi në gegnisht, ishte shumë e vështirë ta mbani mend të përmendesh. Po me Shqipni, unë edhe sot e kësaj dite, mbase nuk ja them dot fjalët tamam, siç e ka. Për ju në Veria, ka qenë një gjë me dialektin tos në një poezi andon Zako Çajupit apo në Frashit? Jo, por ju e dini që unë betem pak krahinore në këtë pjesë edhe po të më kërkosh të recitoj prap andej nga anët e mia do recitoj. Kështu që në këtë drejtim, dëgjoj, gegnishtja është gjuhë dashnie, nëse mund ta them kështu, është një gjuhë që unë e dua fort. Për fat keq nuk e flas shumë bukur, por kam shumë mikesha të cilat e flasin, kam shumë mikesha të cilat ua kanë transmetuar edhe fëmijëve. Unë përpiqem kur jam familje ndonjëherë të flas edhe me dialekt, edhe përpiqem të hedh në një batutë edhe në ekran. Sepse më duket një gjuhë e bukur, sikur më përfaqëson, sikur nuk e di, domethënë është një gjë që të vjen natyrshëm. Patjetër që ne për shkak profesionit, por mendoj edhe shumë të tjerë nga veriu, për shkak profesioneve të tyre, në një farë mënyrë janë përshtatur. Kështu që edhe unë jam përshtatur, kam disa problematika në dialekt, nuk ngatroj disa gërma, por e them me shumë krenari dhe ndonjëherë edhe kur e kam të qartë që nuk e kam gatruar, sërish sikur e bëj qëllimisht pastaj se më pëlqen kjo gjëja. Unë shoqeve të mia ju them kur të zgjidhni të dashurin, zgjidheni nga fushkruja e nalt për shkak të gegnishtës. Jam adhurues të gegnishtës. Edhe pse vetë nuk e flas mirë, po paktën e kuptoj shumë mirë. Si vendosët që të bëheshit gazetare, si e ndjet thirrjen e brendshme ose ku ishte pika që ju i thatë vetes u të bëjmë gazetare? Unë mendoj që kam lindur gazetare.
sepse që kur isha e vogël e kam thënë edhe një herë tjetër, merja një lapz dhe një letër, shkruaja diçka, vija gjithë kushërinë përpara dhe filloja dhe mbaja ose fjalin, ose prezantoja, dhe ata në subkonsciencën e tyre kishin të qartë që unë këtë rrugë do merja. Sigurisht, familja nuk e kishte shumë dëshirë, donte që unë të shkoja në ndonjë nga lëndët eksakte, si mjekësia ose në një lëndë tjetër, inxhinieria. Me mua s'kishin pikë lidhje në këndvështrimin tim, edhe e kam dirë veten gjithmonë kështu, gazetare. Uroj t'ja kem arritur, ta kem përmbushur këtë mision ashtu siç duhet, me etik, me profesionalizëm, me panshmëri. Është një situatë e vështirë tashmë në gazetari, edhe mendoj që ne duhet ecim me hapa të vegjël për të sigurt, të vëmendshëm ndaj zhvillimeve, ndaj fake newseve, duhet jemi të kujdesshëm, duhet kemi kujdes në mënyrën se si trajtohen ngjarjet, se si mund për një moment dikujt t'i shkatrosh karrierën ose jetën. Pra, unë përpiqem të jem e kujdesshme, them më mirë vonë se sa të bëj një dëm që është i pakhthyeshëm. Kështu që mendoj, po kam lindur e tillë, mund ta them me plot gojën. Si e njohur me bashkëshortin? Përmes një të njohurit të përbashkët, që është kushëri imi, edhe është interesante joja jonë, është një ndjenjë shumë e fortë. Ishte dashuri me shikim të parë? Apo i the hajde dhe herë të çoh dhe herë tjetër? Jo, e ke fjalën në aspektin fizik, në çfarë aspekti? Dëgjoj, në aspektin fizik ai është burri më i bukur në botë. Kështu që besoj të gjithë këtë e thonë, edhe nuk ka pikë më dyshje. Por kemi marrë kohën e nevojshme të dy për të njohur njëri tjetrin. Sigurisht, si çdo marrëdhënie, ka ulje ngritjet e veta, edhe po përpiqemi të bëjmë më të mirën. Domethënë kemi pasur dhe në ato turbulencat tona, momentet tona të vështira, madje shumë të vështira. Mund kemi thënë ndonjëherë boll, po kur jemi rikthyer kemi qenë edhe më të fortë, si çdo marrëdhënie tjetër. Asgjë nuk shkon vaj në këtë botë. Kështu që mendoj që është bashkërrugtari që unë kam ndërruar, është njeriu i cili më jep siguri, është njeriu i cili nuk ka qenë kurrë xhelos për faktin që unë dal në televizor dhe ai jo, madje ai nuk pranon kurrë të dalë. Dhe thash, me gjithë të mirat dhe të këqijat, mendoj që ne kemi kombinuar shumë mirë, pra jemi dy gjysma molle që bëjmë një të vetme. Sa e vështirë është për një nën me dy fëmijë që të jetë gazetare të rreni, të mbuloj spakun, të marrë pjesë në emisione, të diskutoj për çështjet e krimit në Shqipëri, të merret me politikën? Dgjoj, është raskapitse në një kuptim, por nëse ke vullnetin ta bësh, mund ta bësh. Dhe unë i kam vjoj, edhe do të vjoj për sa të kem frymë të frymëzoj vajzat e mia. Çfarë dua të them me këtë? Që ata të kuptojnë që për të ecur përpara në jetë ti duhet të luftosh fort. Edhe në këtë aspekt përpiqem gjatë gjithë kohës që ata të jenë në një farë mënyre, edhe pse janë të vogla, të më ndihmojnë në gjërat që bëj. Kështu që patjetër ka vështirësitë e veta, sepse unë duhet të edukoj, të përpiqem të bëj më të mirën time për ta, t'i dërgoj në kurse, t'i dërgoj në shkollë, të mbaj shtëpinë e pastër, të gatuaj, t'i dërgoj në aktivitete, të bëj punën, të bëj kronikat, të bëj emisionin, të shkoj pastaj në darkë. Ndonjëherë edhe kur lodhem, them sonte nuk do dal, po pastaj më kap edhe një lloj inati, jo them, sepse kjo çështje meriton, ka interes publik dhe meriton të trajtohet. Kështu që thash, jam rebele, nuk jam njëri kaq i thjesht, edhe jam me nerv, domethënë jam me shumë nerv. Edhe në këtë aspekt them që kam bërë më të mirën për t'ja dalë. A kam gabuar? Patjetër, si të gjithë në këtë vend. Nuk besoj që ka njëri perfekt. E rëndësishme është që ti kuptosh gabimet e tua, të reflektosh edhe të përpiqesh të përmirësohesh ditë pas dite. Gazetaria nuk është një gjë që përfundon kur ti ke mbaruar shkollën. Pra nuk është si një fushë tjetër që është eksakte. Është një gjë që çdo ditë të mbush, mund të rrëzoj për tokë dhe ti duhet gjesh forcë të ringrihesh. Pra është gjithmonë si një fillim i ri. Pra çdo ditë ti ngrihesh për të kërkuar një gjë të re nga vetja. Dhe unë përpiqem ta bëj këtë. Gjatë kohës që ushtron profesion e gazetares, sa ndjer ndonjëherë shantazhuar apo e kërcënuar? Jo. Pavarësisht që mund të ketë patur tentativa për të më vënë në presion apo në shantazh, jo. Sepse nëse bën punën, unë mendoj që e vërteta të mbron. Risku i gazetarit është që mund ta gjej veten në momentet saktuara, edhe në sulm, edhe në akuzë, padrejtësisht, por unë mendoj që nëse ti ke bërë punën, ke thënë të vërtetën, edhe
ke bërë tamam gazetari, unë mendoj që sado ujëra të turbullta të kalojnë afër teje, asnjëherë nuk do të mbysin, sepse e vërteta është aty dhe e vërteta është e patjetërsueshme. Se mua ndonjëherë më thonë, kur bën një denoncim te faqja, më thonë që po rrezikon shumë pse e bën këtë. Pastaj kur mendoj që ti del përballë njerëzve, nuk dua ta ankohem më. Nuk guxoj ta ankohem. Dgjoj, unë jam xheloze në një farë mënyrë për ty, edhe po drejtohem me ty, jo me ju. Më drejtojnë si të dush. Grua kaq e famshme, pa dalë asnjëherë në televizor, ndërkohë mua më janë dashur vite që të punoj fort edhe të dalë, kështu që ndjeju me fat, nuk e asnjë rrezik nëse thua të vërtetë. Unë nuk e kam patur ndonjëherë tundimin për të bërë e famshme, edhe arsyeja pse rri në anonimat është sepse stili i faqes është i tillë që njerëzit gjithmonë kanë vrarë mendjen kush shihet pas faqes. Nuk ka të bëjë as me frikën, sepse unë fakti që po dal përballë njerëzve po takoj, do të thotë që atë tashmë din kush jam, nuk është më ndonjë sekret. Thjesht po përpiqem të ruaj imazhin interesant të faqes që të ketë gjithmonë atë kuriozitetin se kush është pastaj. A të kanë ofruar para? Ka gjithmonë tentativa të njerëzve të ndryshëm apo të eksponentëve të ndryshëm të kenë palë. Por të thash, nëse një gazetar zgjedh të bëjë gazetari, sigurisht që ata e dinë vendin e tyre.